Lëvizja e lirë e mallrave në Ballkanin Perëndimor e Mëgjër do të bllokohet për 72 orë pasi kamionistët në Serbi, Maltezi dhe Bosnjë-Hercegovinë kanë shpallur grevë nga 14 deri më 16 prill. Doganat në 3 vendet ballkanike do të jenë të bllokuara, ndërsa greva mund të reflektohet edhe me bllokime ndaj transportuesit shqiptar e jo vetëm. Këshillohen të marrin masa. Shqipëria ka pikë doganore vetëm me Malin e Zi, ndaj policia e shtetit njoftoi një plan masash bazuar në informacionin zyrtare nga homologët. Duke nisur nga ora 9:30 e së martës deri në përfundim të protestës, qarkullimi i mjeteve të tonazhit të rënd do të bllokohet, si mas sigurie për të shmangur bllokimin e rrugëve apo incidente të shumta. Në akset rrugore që të çojnë drejt vendkalimeve kufitare me Republikën e Malit të Zi, do të lejohen të qarkullojnë vetëm automjetet e vogla, automjetet e emergjencës, autobusët dhe mjetet e transportit të pasagjerëve. Policia kufitare kërkon mirëkuptimin e drejtuesve të mjeteve të tonazhit të rënd për respektimin e periudhës së kufizimit të lëvizjes me qëllim shmangjen e bllokimit të rrugëve apo incidenteve të mundshme. Por dogana shqiptare në njoftimin e saj për situatën sqaron se përjashtim do të bëhet vetëm për transportin e mjeteve me kafshë të gjalla. Sjellim ndërmend se edhe në muajt janar shkurt, kamionistët në rajon zhvilluan një protestë duke pezulluar qarkullimin për 48 orë. Shkaku bën rregullat e reja për hyrje-dalje të cilat kufizojnë kohën e qëndrimit dhe ushtrimit të aktivitetit të tyre në zonën Schengen.